Përshëndetje, gjendemi momentalisht në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Këtu pranë meje kam Iqbal Jashari nga familja Enrique Jashari, i cili së fundi është bërë dhe futbollist i Dritës, me të cilin do zhvillojmë edhe një intervistë shkurt. Iqbal, faleminderit fillimisht për mundësi. Faleminderit ju. A na tregon prej Drenicës në Dritë Gjilanit çka të bindi, kush shtyri, pse vendose pikërisht me jo bashku Dritës, se jo ndonjë klubi tjetër, se me siguri për shkak performancës mirë ke pas edhe oferta tjera. Po, normalisht Drita që këtë vitet e fundit është dominu futbollin e Kosovës. Edhe ku mendoj që është zgjidhja më e mirë për mua me orë te kampionat e Kosovës Drita. Po. Çush po shkon tash në Ligë Kampionëve nuk ka çka performanca më e mirë o eliminuar, po Ligë Konferencës duket se po ecë mirë. Cilat janë pretendimet si vjet? Po, unë i falenderoj gjithë bashkëtorët e mi që më kanë prit në mënyrë më të mirën. Besoj që i kena pas dhe rezultate të mira dhe ju shumë të mira, po besoj që jena në rrugën e mirë, edhe normalisht dëshira ju është që me hinë grupet konferencës. Po, tash u largu një trajner ardhë një i ri për juve, besoj që nuk është to problematike, se me siguri do të mjë përshtohet si cili trajner që vjen. Eksperienca me Ramadanin tash me trajnerin e ri? Po, ne falenderoj trajnerin Zekiri shumë për mundësinë që ma ka dhonë. Edhe normalisht të na është më rëndësi me konë ekipi gjithsej bashku dhe trajnerat normal vinë e shkojnë, më rëndësi është rezultatet me kus. Po. Iqballi çka i premton intelektualve, në Drenicë ke thonë golla bege shumë, a mendon që në Dritë ka më konë e njëjta histori, si më thonë me shënu gola? Po në intelektuale ju premtoj që çdo lojë kur hik munduna me dhon maksimumin edhe munduna me ndihmu ekipit atë sa ka mundësi. Kur jemi te intelektual janë tifos ma të zjarë në Kosovë, dijet botërisht. Cila ka qenë pritja që to është bo? Po pritja ka qenë mjaft e mirë dhe i falenderoj gjithë intelektuale që vinë na mbështesin gjithmonë kur luajmë ndeshjet. Po. Iqbal, nëse flasëm të mbështetja, ajo që si më thonë gjithmonë bëhet virale kur luan Iqballi, prezenca në stadion me familjes Jashari heroike, Basës Rifat, bashkimit komandantit suprem të forcave të Kosovës, të ushtrisë, mandej Muratit, profesorit, nderum, cila është ajo forca, emocioni që ta japin kur ata i shenë stadion nalë të suportu? Po normalisht forca çdo lojtari është kur të jemi mbështetje të familjes tonë dhe unë i falenderoj gjithë familjarët e mi që më kanë mbështetur gjithmonë. Dhe janë qenë çdo herë për mua gati për gjithçka. Nëse muna pak me ndoni detaj, çka atë ka thonë diçka në arë para lojës Basë Rifat ose këta tjetrat, ka thonë ai sugjerim ndaj se jo, sugjerim futboll? Po, sugjerim nuk është që më kanë thonë, po më kanë thonë që sa herë që në fush njëri do të më dhonë maksimumin edhe si t'japet maksimumin normalisht që çdo sa shkon mirë. Po, a janë vazhdimisht në secilën ndeshje apo kur kanë mundësi vinë? Jo, vazhdimisht nuk jam, po kur kanë mundësi. Familja jame është gjithmonë këtu, po Basë Rifat është nga një herë edhe në Gjermani, po kur është këtu vjen çdo herë me më përcjell. Cilin e ki suportues më të madh, Basë Rifat, Muratin, bashkimin, cili është lëzimi, kush vjen? Po gjithë i kam suportues të mi, edhe gjithë më dhajnë këshilla dhe më ndihmojnë, se normalisht unë jam i ri, dhe këshillat e çdo familjarit tem ndihmojnë mua për të ardhmen. Dhe suportues i kam gjithë, me Basën Rifat, me babin, me xhallarët e mi të gjithë. Pak me fol për një historik të shkurt karrierës tënde, unë është me tregu edhe opinionit ku e ki fillu karrierën, mandej të kem pa në Drenicë, tash je në Dritë, çfarë pozite ke luajtur fillimisht, a ke ndryshuar pozitat? Pak ne shpjegim. Unë karrierën e kam filluar me sportit tek Drenica, kena filluar me djemt e mi gjithë së bashku, por ata e kanë ndalë rrugtimin në futboll, unë kam vazhdu. Me mas Drenicës kam shku tek shkolla e futbollit Kurda, cilën e falenderoj trajnerin Mehmet Kurda dhe ndihmës e tij Dardanin edhe Donatin, që janë për kujdes për mua mjaftshëm. Dhe hopat e mi kam marrë te shkolla e futbollit Kurda, pastaj kam shku në Drenicë në ligë të parë, që kena pas një sukses, kena i në Super League. Pas një vjet në Super League, tash kom kalu të Drita. Po, prej golave që ke shënu krejt karrierën dhe i tash që ke ndërtu, se ende je i ri, po dhe i tash ke shënu bagë gola, cili ka qenë kështu si ma i rëndësishme që të ka me të memorje deri më tani? Po, unë kam 2 gollat e mia ma të rëndësishme, është aty 3 gollin që kom thonë që jena inkuadru në Super League me Drenicën edhe normalisht golli në Champions me Dritë. Këtë golin nga ndërkombëtare që ke shënu?
për lojtarët e huaj, se me siguri e ki një lloj simpatie, një lloj idolli, nëse mund të themi që inspirohesh me një futbollisti që është i famshëm. Cili stil i një lojtarit pëlqen më shumë? Po normalisht na arrit si fëmijë duke e po Ronaldo edhe Messi, mua më ka pëlqyer gjithmonë Cristiano Ronaldo. Po tash besoj që Viniciusi më pëlqen më shumë. Vinicius i Real Madridit, po. Sa i përket kombëtarës Kosovës, a ke arrit me përfaqësu për njërën për grupë moshave Kosovën ende? Po, unë jam kom prej U15 dhe tash jam unë 21 dhe për me përfaqësu kombëtarën e Kosovës është një ndjenjë cilën nuk mund ta përshkruash me fjalë sepse është dhe shumë gjak dhe për mua është një ndjenjë mjaft e mirë kur e prezantoj kombëtarën e Kosovës. Me cilat kombëtarët ka rromu ballafaqësu? Po, na ka rromu me Spanjën, këtë të fortat, Ukrainën, me U19 i na shku edhe në Evropian, kena kalu, kështu që kena pas sukses mjaft. Që përmenë Spanjën dhe Ukrainën, një dy shtete që nuk na njohin. A keni pas na i telashën e diçka, a ke vrejkit, mos respektin, fusha, diçka ku keni shku? Kena kalu mjaft mirë. Mjaft mirë, na. Po,